të nderuar mirëmbrëma, gjendemi momentalisht në bibliotekën e qytetit të Gostivarit, ku do të mbajmë emisionin kulturor Biblioteka jon, i cili emision do të mbahet çdo javë. Andaj do të bëhet prezantimi i librave nga lëmi të ndryshme, siç janë ato profesionale, ato shkencor, dhe ato të cilët janë të letërsisë shqiptare, letërsisë botërore e kështu me radhë. Andaj thelbi i emisionit është që në zemrat e shqiptarëve apo të mbar njerëzimit të ngulitim dituri, nëpërmes asaj të arrijmë gjatë diturit të përveçojmë edhe të tjerë. Andaj ne e dimë se fëmirinë e hershme quajmë librin vetëm si një letër ku të cilën mund të ta hudhnim dhe ta shkelnim, mirë po me kalimin e kohës, duke mësuar shkronjat, duke lexuar librin, kuptojmë se ka një vlerë të madhe, por edhe më e madhe është vlera kur atë mëson dhe ua tregon të tjerëve. Fjala e parë që ka zbritur Zoti është lexoni, mësoni dhe studioni. Andaj duke u bazuar në këtë, ne si rinj shëndosh shqiptare, duhet që të mundohemi të arrijmë drejt shtigjeve të suksesit. Libri i parë që do të prezantojmë sonte është libri Etja për udhëtime nga Daniel Steele. Daniel Steele është e lindur më 14 gusht të vitit 1947. Është një romanciere amerikane. Steele ka prodhuar disa libra në vit. Gjatë shkrimeve të saj, ajo shpesh përfshin familjet e pasura që përballohen me një krizë të kërcënuar nga elemente të errta, si burg, mashtrim, shantazh dhe vetvrasje. Ajo ka botuar edhe poezi. Librat e saj janë përkthyer në 28 gjuhë të huaja. Ajo pjesën më të madhe të fëmirisë e kaloi në Francë. Ka studiuar dizajn dhe letërsi në Universitetin e New Yorkut. Disa nga veprat më të njohura të autores janë Tash dhe përgjithmonë, Premtimi, Sekretet, 5 ditë në Paris, Fituesit, Dhurata e shpresës, Gruaja e mirë, Shtëpia, E pamundur, Ylli, Etja për udhëtime e tjerë. Titulli origjinal i veprës, Etja për udhëtime, është The Wanderlust. Në shqip e përktheu Fatmir Fibra, redaktor Recep Hida dhe botues Fan Noli. Vepra është e përbërë prej 45 kapitujve. Libri fillimisht është botuar më 1 qershor të vitit 1987. Vepra Etja për udhëtime tregon historinë e Audrey Driscoll, e cila ishte një jetime e re, e cila është rritur duke u përkujdesur për gjyshin e saj milioner. Si dhe për motrën e saj më të vogël, Annabellën, e cila pretendonte se Andrew merr vendimin kurioz për t'u larguar. Vetëm me një aparat fotografik në dorë, ajo habit gjithë kur niset drejt botës së egër dhe së bashku udhëtojnë drejt Kinës, pastaj kthehen në Evropë, derisa arrin në atë shkallë ku fillon të kuptojë etjen e saj për udhëtim. Është tregim interesant që hyn në brendësi të imagjinatave njerëzore. Libri i dytë që do të paraqesim sonte përpara jush është Kush e solli Doruntinën nga Ismail Kadare. Ismail Kadare, një ndër shkrimtarët më talluar të letërsisë shqiptare, lindi në Gjirokastër në vitin 1936. Mësimet e para dhe ato të mesme i mori në vendlindje. Kush e solli Doruntinën nga Ismail Kadare. Ismail Kadare, një ndër shkrimtarët më talluar të letërsisë shqiptare, lindi në Gjirokastër në vitin 1936. Mësimet e para dhe ato të mesme i mori në vendlindje, kurse studimet universitare, deg, gjuhë dhe letërsi shqipe. Ka specializuar letërsi në Institutin e Lartë të Letërsisë Maksim Gorki në Moskë. Shkruan poezi, tregime, novela, romane, kritik letrare, studime, udhëpërshkrime e shumë të tjerë. Disa nga veprat letrare të Kadares janë Ëndrrime, Princesha Argjiro, Shekulli im, Generali i ushtrisë së vdekur, Qyteti i jugut, Kronik në gur, Dasma, Koha, Dimri i vetmisë së madhe, Ura me 3 harqe, Kushëriri i engjëve, Kush e solli Doruntinën e shumë të tjerë. Kush e solli Doruntinën është një ndër veprat më të dalluara të Kadares, ku redaktori i këtij libri është Resul Shabani dhe vepra është ndarë në 7 krerë. Balada tregimtare Konstadini dhe Doruntina, me rrënjë të thellë në traditën tonë shpirtërore, është provokuesi dhe mbështjellja për rrëfimin e romanit Kush e solli Doruntinën të Ismail Kadares. Bashkë me romanet Piramida dhe Ura me 3 harqe, ai përbën ciklin e romaneve të përtejkohshme. Ismail Kadare, rrëfimin e vet romanesk, e ka titulluar Kush e solli Doruntinën, që do të thotë se bërthama e baladës, pra enigma e saj, do të vëzhgohet dhe do të kërkohet nga ky këndvështrim. Refleksat përcjell se si amanetin se tret dheu
Ëndra e paralizuar si incest më i fuqishëm se vdekja. Është e mundshme ringjallja si dhe rebelimi për të sjellë edhe një Krisht. Veç asnjëra nuk përbëhen bosht qendror. Më 1980, kur Ismail Kadare e shkroi romanin, kush e solli dorën tinën, Shqipëria kishte afro 40 vjet izolim totalitar. Konstadini i vdekur, frima dhe vizioni i të cilit është i gjallë, në rrëfim me këmbguljen për largësi hapësinore, për të vënë pika komunikimi, harqe afrimi midis largësive dhe me frymën rebeluese për të kërkuar vlera lashtësie që do të vijnë në shërbim për të riporuar aktualisht ato të shprishurat apo në prag të shprishjes, të shturjes, padyshim që i sillte një mesazh të fuqishëm Shqipërisë se ka ta ndisur në mjerim material dhe shpirtëror. Rrëfimi në roman zhvillohet brenda dy rrjedhave, asaj që lëvizin mbi peizazhin e gjallë dhe mesoreve të mjegullta misterioze të Hadit, dhe që arrin pikën më të lartë të artit tregimtar kadarian. Edhe personazhet që e bartin rrëfimin romanesk, që e ndërthurin mozaikun kuptimor të ngjarjes, i përvijohen si dy shtigje, si dy jehona më këtej dhe më matan, por të lidhura e të pleksura në mori thjesht të dukshme dhe të padukshme. Pra, dhe stresi i gjallë edhe Konstadini i vdekur janë pranë një përjetësi të pashkoqur, por të lidhura të pleskuara në mori thjesht të dukshme dhe të padukshme. Pra, dhe stresi i gjallë edhe Konstadini i vdekur janë pranë në një përjetësi të pashkoqur. Këtë të vërtet, këtë filozofi jetësore e formulon qartë, bindshëm dhe në mënyrë sovrane gjeniu i letrave shqiptare Ismail Kadare në romanin Kush e solli dorën time. Libri i tretë që sonte do të prezantojmë përpara jush është Alkimisti nga Paulo Coelho. Paulo Coelho është i lindur më 24 gusht të vitit 1947, i njohur edhe si Paul Rabbit. Është gjithashtu edhe novelist. Gjithsesisht, ai është bërë një ndër autorët më të lexuar sot në botë. Alkimisti është romani i tij më i famshëm që është përkthyer në 67 gjuhë. Autori ka shitur rreth 150 milion kopje në tërë botën. Paulo Coelho është i lindur më 24 gusht të vitit 1947, i njohur edhe si Paul Rabbit. Është gjithashtu edhe novelist. Gjithsesisht, ai është bërë një ndër autorët më të lexuar sot në botë. Alkimisti është romani i tij më i famshëm që është përkthyer në 67 gjuhë. Autori ka shitur rreth 150 milion kopje në tërë botën. Paulo Coelho është i lindur në Rio de Janeiro në Brazil. Paulo si një i ri ndoqi në shkollë jezuite. Më pas u regjistrua në fakultetin juridik, një vit më vonë u largua nga aty dhe udhëtoi nëpër Amerikën e Jugut, Afrikën e Veriut, Meksik dhe nëpër Evropë. Disa nga veprat e Paulo Coelho janë: Ditari i një magjistari, Brida, Mali i pest, Buzlumit pjedra ula dhe qava, Djalli dhe zonjusha prym, 11 minuta, Zahiri, fituesi që ndron vetëm, Alkimisti e shumë të tjerë. Ndodh një herë në disa dekada të botohet një libër që ndryshon jetën e lexuesve të tij përgjithmonë. Pra, Alkimisti i Paulo Coelho është tamam libri që tashmë mban statusin e romanit modern dhe klasik. Për të kuptuar vetë fatin është obligimi secilit. Romani magjepses i Paulo Coelho ka frymzuar me miliona lexues kudo nëpër botë. Në të përshkruhet një histori e shkëlqyer me thjeshtësinë dhe urtësinë e vet. Historia një bariu të ri andaluzian me emrin Santiago, i cili guxoi të udhëtonte nga vendlindja e tij Spanja për në Afrikën e Veriut në kërkim të një thesari të fshehur tek piramidat. Gjatë rrugës ai takon një grua të re cigane, mjaft e bukur, një burr që vetë quhej mbret dhe një alkimist që nga pikvështrimi i Santiagos e ndihmua në kërkimin e thesarit të vet. Asnjëri prej tyre nuk e dinte se për çfarë thesari bëhej fjalë, ose nëse Santiago do të mund t'i kapërcente pengesat që të t'i haste duke përshkruar shkretirën. Por ajo që ka nisi si një aventurë djaloshore, përfundoi me mësimin se thesari gjenden pikërisht në shtëpinë vet. E brisht, ndjellse dhe thellësisht njerëzore. Historia e Santiagos është një testament i përjetshëm për të realizuar ëndrat tona duke dëgjuar zërin e zemrës. Libri përbëhet prej 3 pjesëve. Nga gjuha frënge e përktheu Nonda Varfi më vitin 2003 në Tiranë, botues është Fatmir Toçi dhe redaktore Klodeta Dibra.
There's nobody that I know that's more of an idiot than you. I love my life, everything about it. Them missing the pizzas, I get free food, I get free rent in the basement. Don't tell nobody. And this is Sammy. She's the love of my life. And I'll marry her, but I got some stuff in the way. Something you don't know about the Albanian culture. We have arranged marriages. I heard she's beautiful. No. I don't know what to do. Sonte përpara jush do të prezantojmë edhe libra profesional, siç është edhe interpretimi i shpejt i EKG-s nga Dr. Dale Dubi. Ka libra që ju i blini për t'i përdorur në një kurs apo në lëmi të ndryshme. Ky është libër reference që u shërben për gjithë jetën. Pra, ju njoftojmë me librin Interpretimi i shpejt i EKG-s i shkruar nga Dr. Dale Dubi. Dr. Dale Dubi është një kirurg amerikan dhe autori disa teksteve kardiologjike. Dale Dubi ndoqi kolegjin në Shimmer, pastaj u transformua në Universitetin e Indianas më vitin 1961, kurse më vitin 1973 vazhdoi mjekësinë në Florida. Dale Dubi fitoi famë brenda komunitetit mjekësor për publikimin e interpretimit të shpejtë të EKG-s, i cili u bë teksti më i shitur dhe më i përshtatshëm për studentët e mjekësisë dhe banorëve të rinj. Këtë shkrim në gjuhën shqipe e përktheu Dr. Rezart Sulçe, kurse e redaktuan Mariana Ymeri dhe Blerina Çela. Libri u përkthye dhe u redaktua nga Qendra për Përkthim dhe Kualifikim në Tiranë. Ky libër është pjesë e projektit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për përkthimin e 500 librave shkencor dhe profesional me të cilat mësohet në universitetet më të mira dhe më të njohura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Interpretimi i shpejt i EKG-s ka qenë njëri nga librat më të shitur në rang ndërkombëtar për më shumë se 35 vjet. Ai është përkthyer në 46 gjuhë të huaja dhe është i disponueshëm në pjesën më të madhe të vendeve. Autori shprehet tepër falënderues ndaj atyre që e kanë përkrahur gjatë shkrimit, ku i tregon ato të cilët e kanë mësuar. Dr. George Griffith, Dr. Willard Zinn, Henry Marriott, Dr. Charles Fish, William Martz, David Bowman e shumë të tjerë. Kapitulli i librit është i përbërë prej këtyre temave: parimet bazë, regjistrimi i EKG-s, sistemi nervor autonom, ritmi pjesa e parë, aritmit me origjinë fokale, ritmi i çrregullt, çlirimi, ekstrasistolat, takiaritmit, ritmi pjesa e dytë pllocet, bloku sinusal, bloku AV1 shkallë, bloku AV2 shkallë, bloku AV3 shkallë, bloku i degëve, gjysmëbloku, boshti, hipertrofia, infarkti, gjysmëbloku dhe të ndryshme. Është libër me vlerë që dashje pa dashje hyn në brendësi të jetës së njerit. Libri i fundit që do të prezantojmë për sonte është libër profesional, titullohet Kanceri, nga autorët Devita, Hellman dhe Rosenberg. Kanceri, parime dhe praktika e onkologjisë. Ky libër numërohet te librat për parime dhe praktikat e onkologjisë. Autorët janë Devita, Hellman dhe Rosenberg. Libri është i përbërë për 1483 faqesh dhe gjithashtu është i ndarë në 2 vëllime. Ky libër është pjesë e projektit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për përkthimin e 500 librave shkencor dhe profesional, me të cilat mësohet në universitetet më të njohura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian. Këshilltarët shkencor të asociuar janë Robert Weinberg dhe Ronald Depina. Përkthyesit e vëllimit të parë janë Adan Gjoni, Ada Myrto, Eni Bullaj, Migena Mone, Mirjeta Guni, Nerisa Tona e shumë të tjerë. Redaktor shkencor janë Gentian Vyshka, Blerina Çela, Meriton Siqena dhe Antonella Koro. Dhe një ndër dimësit më të mëdhenj për këtë botim është Samuel Hellman, një mjek klinicist shkencor dhe mësues i shkëlqyer i cili ndihmoi me 7 botimet e tij të para. Pjesa e parë ka të bëjë me biologjinë molekulare të kancerit, ku temat janë kanceri, sfodi konceptual, genomika dhe proteomika, destabilizimi i genomës së kancerit, telomerët, telomraza dhe frenimi i vdekjes qelizore, sinjalizimi qelizor, cikli qelizor, vdekja qelizore e programuar, angiogjeneza, invazioni dhe metastaza, qeliza burimore të kancerit. Kurse pjesa e dytë flet për parimet e onkologjisë, temat janë
etiologjia e kancerit, duhani, etiologjia e kancerit, sindromat e ndjeshmërisë ndaj kancerit, etiologjia e kancerit, viruset, inflamacioni, faktorët kimik, faktorët fizik, faktorët dietetik, obeziteti dhe aktiviteti fizik. Parimet e onkologjisë kirurgjike, kirurgjia laparoskopike, parimet e onkologjisë rrezatuese, parimet e onkologjisë mjekësore, parimet e imunoterapisë, parimet e kërkimit shkencor të shërbimeve shëndetësore, farmakologjia, kimioterapisë e kancerit, farmakologjia bioterapisë e kancerit, farmakologjia manipulimit endokrin. Metoda studimore dhe analiza e provave klinike. Do me thënë, në pjesën e tretë flitet për praktikën e onkologjisë që e përbëjnë temat. Parandalimi i kancerit, vërtësia nga duhani dhe trajtimi i saj, parandalimi i kancerit, kimioparandalimi, roli i kirurgjisë në parandalimin e kancerit, këshillimi gjenetik, depistimi i kancerit, teknikat e specializuara në menaxhimin e kancerit, roli i endoskopisë në menaxhimin e kancerit, kanceri i kokës dhe i qafës, kanceri i mushkërisë me qeliza jo të vogla, neoplazit e mediastinit, tumoret, malinjet të sistemit urogenial dhe kanceri i testeve. Këta ishin të gjithë tituj që i prezantuam sonte përpara jush. Këta tituj dhe shumë tituj të tjerë mund të gjeni në bibliotekën e qytetit të Gosivarit. Deri në javën e ardhshme, miru takofsh.